Ku mendon se po shkon ti? Unë po shkoj te kura e kurudhës. Ku mendon ti se po shkoj unë? Ndalo, kujdes! Ki kujdes! Ha, ha, ha! Ki kujdes, shoku! Ti nuk dëshiron që të thyesh ndonjë fener. Ha, ha, ha! Në rregull, edhe pak më afër. Po, kjo ishte. Çfarë bëjnë akoma këtu këto? Thomas, ti duhet i çosh këta vagon me peshk në Vikerstown. Mbajnë shumë erë. Por këtë gjë duhet ta bëj Jamesi, zotri. Kurse unë duhet të nxjerr Renin dhe Clarabellen nga shinat e mia. Jamesi nuk është këtu. Thjesht nuk mund t'i mbajmë këta peshq kutërbues në stacion akoma më shumë. Dhe të lutem mos harro të më sillësh vagonët e mi, Thomas. Nuk dua që pasagjerët e mi të presin. Të gjithë në tren! I lutemi të gjithë pasagjerëve të nisni në trenin që është zohitur. Treni ekspres po kalon! Gordoni është ai që po tërheq vagona me peshk? Vagona me peshk? Ata vagonët me peshk duhet të shkojnë në Vikerstown. Dhe Gordoni për atje është nisur. Ai thjesht po bëhet super i dobishëm sot. Po kalon ekspresi i peshkut! Tam tarapim tam tam taratim tam tarapa. Kushton në këtu, mëre! Kush është ai? Përshëndetje. Mos je gjë makinë gare ti? Ke të drejtë, shoku. Makinë gare jam. Do të bëjmë garë? Garë? Jo, Thomas. Një makinë e vogël gare si unë përballë një lokomotive gjigande si ty. O zot. Mirë pra. Gati? Bukur. Shihemi më vonë. Wow! A e patë edhe ju atë makinë?